Shqiptarët në Filadelfia festuan ditën e verës. Dita e verës është një fest e lashtë pagane, në vazhdimsi është festuar nga shqiptarët, është një fest e gëzueshme që shënon mbarimin e dimrit dhe ardhin e ditën ngrohtë në Shqipëri. Nuk është vetëm një ditë që shënon ndryrimin e stinëve, por dhe një ditë që si shpres energji të reja, ngrohtësi për të rritje, bashkon njerëzit në një atmosferë të gëzueshme festive. I tillë ishte dita e shtunë e 14 marsit në Filadelfia, ku organizua festimin ditës verës. Këtë vit festimi i kësaj dite ishte më i hareshëm sepse vinte pas një dimri të gjatë me shumë të ftohta e borë, shumë bashkëdhetar të gëzuar ishin të bërë në mjediset e brendshme të Kafe Dajtit, tryezat ishin mbushura me ushqime tradicionale shqiptare, byrek, petlla, baklava, mësira ndryshme. Kuptohet se dita e verës nuk mund të festohet pa ballokumet e famshme të Elbasanit, ishin të ekspozuara dhe produkte ushqimore, ullim vaj ulliri, recele, pemësh të ndryshme si dhe produkte artizanale, instrumenta popullor e të tjera. Zoti Haki Çollaku Dibrani krenar në kënd kishte sjell odën Dibrane, ku kishte ekspozuar pamje nga krajina e Dibrës. Bashkëdhetarët gëzuar kaluan së bashku çaste të hareshme të lumtur tani që po vinë ditë më të ngrohta.